Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në shenjën e binjakëve, në datën 15 qershor. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse ajo është shumë e rëndësishme për gjithë ju. Por të ndiqni dhe videot e muajit, videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë të flasim pa humbur kohë në lidhje me këtë hënë të re. Është një hënë e re në shenjën e binjakëve që është një hënë e shkëlqyer për shumë shenja të zodiakut. Kështu që është një hënë e re që do rigjallëroj, do ketë efekte shumë pozitive, do t'ju japi guxim, do t'ju japi forcë, do t'ju japi mundësi në lidhje me gjithçka, me situata dhe çështje të ndryshme që keni. Është një hënë e re që do t'ju sjellë sukses, por do hapi dhe mundësi në lidhje me gjërat që ju keni pritur ndoshta dhe për një kohë të gjatë. Kjo do ndikoj pozitivisht, ose më të preferuarat e kësaj hëne të re do jetë shenja e binjakëve, sepse dhe hëna e re është në shenjën e binjakëve, është shenja e luanit dhe shenja e gafores. Tensione do kenë shenja e ujorit, shenja e dashit, shenja e akrepit, por do keni dhe ngjarje pozitive. Gjithsesi, kjo hënë e re është simboli fatit për disa prej jush, është e lidhur me ngjarje që mund të kenë ndodhur deri në këto momente që mbyllen dhe është një hënë e re shumë pozitive, jo si hëna e plot dhe si hënat e tjera të reja, është një momenti më pozitiv në lidhje me të gjithë ju. Kështu që është një hënë e re që sjell çlirim emocional, por edhe praktik. Është fundi i një cikli të vështirë dhe këtë cikël të vështirë e mbyllin më shumë 10 ditëshi i tretë i disa shenjave dhe është shenja e binjakëve, shenja e virgjëreshës, shenja e shigjetarit, më falni, shenja e peshqve, sepse dhe këtu flasim gjithmonë për 10 ditëshin e tretë, sepse kanë vuajtur jashtëzakonisht shumë këto shenja, ndoshta në periudhën e mëparshme i kanë mbyllur këto situata rreth muajit mars, por është një hënë e re që vjen dhe ju tregon që të jepni fund diçkaje që dhe për të lënë diçka që mbrapa, dhe për të ndërtuar gjëra të reja, për të bërë fillime të reja dhe për të rikthyer me këmbë në tokë. Është një hënë e re që do funksionojë në mënyrë shpenguse. Gjithsesi, është një hënë e re që nafton të shohim cilën njerëz na dëmtojnë me fjalët e tyre, të pyesim veten, të jemi vazhdimisht të këndshëm, të rrethohemi nga njerëz që kanë mirësi dhe të kemi një vullnet të vërtet për të bërë gjëra të mira, por bëhet fjalë edhe për një proces që ka shkaktuar dhimbje, trishtim dhe ankth. Dhe është momenti për t'i dhënë fund këtyre situatave. Të kemi një komunikim të mirë, të kemi një lidhje, kontakte me persona dhe njerëz në mënyrë të shëndetshme, por është një hënë e re që do ndryshojë jetën e gjithë secilit prej nesh. Kështu që është një hënë pozitive. Është një hënë krijuese. Ju mund të jeni shumë krijues, ju mund të rilindni nga situata dhe çështje të vështira që mund të keni pasur. Gjithsesi, në lidhje me 10 ditëshin e parë të shenjës së binjakëve, ujorit dhe dashit, do ketë të reja tronditse, por do jenë pozitive. Gjëra tronditse që do vinë në jetën tuaj në mënyrë të vrullshme. Është një hënë e re ku te shenja e dashit do ketë fillime të reja, ju do jeni në veprim gjatë kësaj hëne të re dhe nuk e thash në fillim të videos, por kjo hënë e re
i ka efektet 29 ditë. Dhe është një hënë e re që do vazhdoj deri në mesin e muajit korrik, kështu që është mirë ta ndiqni këtë video. Shenja e dashit do jetë në veprim, do ketë fillime të reja, mund të jenë fillime të reja në dashurinë, në punë, në projekte, në bashkëpunime të ndryshme. Shenja e demit do ketë përmirësim nga ana ekonomike, por ky përmirësim do vinë nëpërmjet punës tuaj. Shenja e binjakëve do ketë qartësi të papritura në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pas në jetën tuaj dhe do keni mendime të lira gjatë kësaj hëne të re. Shenja e gafores do ketë ndryshime në familje, por dhe ndryshime në lidhje me sekretet e shpirtit. Mund të ketë ndryshime në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, mund t'i merrni këto ndryshime gjithmonë brenda familjes tuaj. Ndërsa shenja e luanit do ketë dashuri që do vinë papritur, do ketë një njohje, një marrëdhënie të re, por do jenë të suksesshëm dhe në ambiente shoqërore. Shenja e virgjëreshës. Shenja e virgjëreshës do ketë ndryshime në jetën e përditshme dhe do çliroheni nga çështje dhe situata të vështira që kanë qenë sistematike në lidhje me ju. Dhe vazhdoj me shenjën e peshores. Shenja e peshores do ketë fat në dashuri dhe ju mund të bëni çdo gjë gjatë kësaj periudhe, jeni shumë të favorizuar në lidhje me dashurinë. Ndërsa shenja e akrepit do ketë sukses në punë, në çështje ekonomike, por këto do vinë nëpërmjet blerjeve dhe shitjeve që ju do bëni gjatë kësaj periudhe. Ndërsa shenja e shigjetarit do ketë dashuri të papritura, do ketë kontrata, udhëtime që do jenë shumë interesante. Gjatë këtyre udhëtimeve mund të keni dhe njohje të reja, të papritura, mund të keni kontrata të papritura. Është një periudhë shumë e mirë në lidhje me ju. Dhe vazhdoj me shenjën e britsjapit. Shenja e britsjapit do ketë sukses nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me punën. Ju do çoni punën tuaj, karrierën, partneritete, bashkëpunime të ndryshme do fillojnë të ecin përpara. Ndërsa shenja e ujorit do keni dashuri të reja, do jeni shumë krijues, por do jeni dhe shumë real gjatë kësaj periudhe. Ndërsa shenja e peshqve, ju do keni ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj dhe këtë mund ta merrni në çfarë do lloj situate. Gjithsesi, është një periudhë ku thyen zinxhirët e së kaluarës për të bërë ndryshime të mëdha. Dhe 5 ditët e para të lindurit në shenjën e binjakëve, virgjëreshës, shigjetarit dhe shenja e peshqve, ju do lini mbrapa të kaluarën që ju ka shtypur deri tani. Ndoshta dhe shumë njerëz që ju kanë krijuar vështirësi dhe shqetësime në lidhje me të kaluarën. Ju do ta thyeni këtë të kaluar, do kuptoni diçka të re, do liroheni nga barat e rënda që keni mbajtur deri në këto momente në shpinën tuaj ose në supet tuaja dhe shohim që këtu diçka do ndryshoj në lidhje me ju, duke bërë fillime të reja. Binjakët do kenë udhëtime, marrëdhënie të vërteta, do përmbysni diçka për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Gjithsesi, është një hënë shumë pozitive, unë nuk dua të flas më shumë se kaq, do shohim se çfarë do na thotë taroti. Por është një hënë që ka efektet e veta deri në mesin e muajit korrik. Kështu që është mirë që kjo video të dëgjohet nga të gjithë. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë kemi energji të shenjës së akrepit, ku ka planet Plutonin, dhe kemi energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit. Gjithsesi, këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Unë shoh që ju do lini mbrapa gjithçka nga e kaluara juaj dhe do gjeni forcën për të ecur përpara. Do lini mbrapa njohje, lidhje, marrëdhënie që nuk kanë funksionuar dhe shoh që ju presin surpriza pafund, ose një punë, një partneritet, një bashkëpunim. Çliroheni nga barat të së kaluarës, nga vështirësi dhe shqetësime që keni kaluar deri në këto momente, dhe shoh që këtu do ketë fillime të reja, ose nga një epokë që ka qenë e errët në lidhje me ju, nga një cikël që ka qenë i errët në lidhje me
me situata të ndryshme që ju mund të keni kaluar në jetën tuaj. Ndoshta me një jetë të vështirë ose me situata të vështira që mund të keni kaluar. Dhe ka ardhur momenti i këtij ndryshimi. Kjo tregon një ndryshim ose një transformim shpirtëror për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër tregon ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Por këto ndryshime do vinë do jenë pozitive për ju. Dhe kemi asin e kupave ku shoh fillime të reja, një dashuriere, një punere, një partneritet, një bashkëpunim i ri, lajme të mira, një çlirim shpirtëror nga këto situata që ju mund të keni pasur. Dhe jemi përsëri te asi i shpatave ku shoh që është diçka që ka lidhje me komunikimin, me një fillim i ri i menduar mirë, logjikisht, por dhe emocionalisht për një pjesë tjetër. Por janë fillimet e reja që do marrin zhvillime shumë të mira, sepse këto do ndikojnë dhe në vitet e ardhshme, deri në vitin 2028. Kështu që është mirë të çliroheni nga këto situata, sepse shoh një çlirim dhe fillime të reja shumë emocionale, në lidhje me emocionin, me dashuri të reja, por dhe në lidhje me anën tuaj psikologjike, me dokumenta të rregullta, në lidhje me studimet tuaja, me anën shëndetësore, por ju do filloni të ndërtoni diçka mbi këtë borë, mbi këto vështirësi që ju keni kaluar. Shoh që këtu është një fillim i ri i menduar mirë. Dhe shohim çfarë na sjell karta e vdekjes. Ndryshimet e mëdha, transformim shpirtëror në lidhje me çfarë? Atëherë kemi energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ajrit. Unë shoh në lidhje me pjesën e beqarëve, ju do keni një ndryshim të madh në dashuri. Ju do arrini të stabilizoni anën tuaj emocionale, ndoshta të dilni nga situata të errta që mund të keni pas në jetën tuaj, nga ana shpirtërore, në lidhje me stabilitet ekonomik, në lidhje me stabilitet, në lidhje me një shtëpi, me një zhvendosje që dëshironi të bëni, por ju shoh që ndjeni shumë konfuz. Edhe pse do t'i bëni këto ndryshime, ndoshta është frika që ju t'i çoni përpara, të ecni përpara, sepse ju shoh që ngeceni dhe këtu kemi hënën e re, edhe pse kjo hënë e re është shumë pozitive, nuk duhet të ngeceni në këto situata. Duhet të jepni zgjidhje këtij lloj stabiliteti që ju kërkoni, sepse nëse ju nuk harrini t'i çoni gjërat para, gjërat që ju mendoni, ose të bëni fillime të reja, ndryshime të mëdha që vinë në jetën tuaj, atëherë kjo situatë do vazhdoj për vite të tëra, nëse ju nuk ndryshoni. Nëse ju jepni zgjidhje këtyre situatave, një lloj stabiliteti që ju vërtet e kërkoni, atëherë ndryshimet do jenë shumë pozitive në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë një çlirim shpirtëror, lajme të mira, fillime të reja në dashuri. Atëherë jemi te energjia e shpatave, ajrit, shenjat e ajrit, jemi dhe te energjia e shenjës së demit. Shoh që ju do t'jepni fund, do çlironi dhe do t'jepni fund goditjeve, stresit, tensionit që keni pas për një kohë të gjatë, persona toksik që keni pas në jetën tuaj, ose mund të keni pas edhe vështirësi në lidhje me komunikimin, me kontakte të ndryshme që keni pasur, në lidhje me dokumenta, me studime, ka më tepër lidhje me komunikimin dhe me anën psikologjike. Gjithsesi unë shoh një çlirim dhe këtu, ju do futeni brenda intuitës tuaj, do jeni dhe shumë sekret, mund të keni qenë sekret në hënën e plot, dhe e shoh shumë fuqishëm këtu. Ky ndryshim ka ardhur që në hënën e plot, që mund të ketë filluar për disa, dhe vazhdon po këtu te hëna e plot, ku ju mund të keni qenë në situata që keni qenë akoma sekret, në lidhje me disa situata të vështira, situata tensioni, stresi, në lidhje me komunikimin që mund të keni pas me kontakte të ndryshme, me studimet, me shëndetin për një pjesë tjetër. Por unë shoh një çlirim. Ju do t'i pranoni gjërat më me përulësi dhe do filloni të ndryshoni këndvështrim në lidhje me gjithçka. Këtu kemi disa shkronja, kemi shkronjën F, shkronja I, shkronja Z, R, P. Janë disa që unë duhet i them sepse janë i paraqet letra këto shkronja. Mund të jenë persona që janë edhe shkronjën M, që kanë këto shkronja.
të para në emrat e tyre. Gjithsesi unë shoh që ju do ndryshoni këndvështrim, nuk do qëndroni në këto situata, do të lini mbrapa dhe do filloni të mendoni ndryshe, por bazuar në intuitën tuaj të brendshme. Dhe kjo ka filluar tash që me hënën e plot që ju keni qenë pak sekret, keni hequr dorë nga disa gjëra dhe me këtë hënë të re shoh që ju ndryshoni këndvështrim, duke u çliruar nga këto çështje dhe situata që ju kanë stresuar, ju kanë tensionuar për një kohë të gjatë. Dhe vazhdojmë me asin e shpatave, ku ju do bëni fillimet e reja të menduara mirë, ndërtuar mbi këto është po të vëmë re koha është me borë e ftohtë dhe ju dilni mbi këto vështirësi, duke menduar për të bërë një fillim të ri, por bazuar më tepër në logjik. Në lidhje me çfarë është kjo? Kjo ka lidhje me, kemi energjitë shenjave të zjarit dhe të ajrit përsëri. Në lidhje me një udhtim, ju dëshironi të çoni para punën tuaj. Ju shoh në mes të punës, në mes të bollëkut, jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, mendoni ta bëni këtë fillim të ri, por do jeni duke lëvizur, duke ndryshuar diçka, duke kërkuar një kontratë, një partneritet, një bashkëpunim për ta bërë, do jeni në veprim ju shoh. Dhe ju shoh që keni marrë eksperjenca nga vështirësitë që keni kaluar, ju shoh që keni qenë në situata bore, në mënyrë metaforike, keni qenë të ftohtë, në të ngrirë, ndoshta edhe mendimet tuaja kishin ngrirë, por tani ka ardhur momenti që ju të jeni në lëvizje, të çoni gjërat para, të jeni më aktiv, të hidheni në veprim, të keni guxim, sepse jemi te energjia e zjarit, dhe të lëvizni për të arritur vërtet gjërat që ju dëshironi, ëndrat tuaja dhe dëshirat që ju keni pas deri tani, sepse keni marrë eksperjenca nga vështirësitë që keni kaluar. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të merrni vendime të rëndësishme, por këto vendime do jenë bazuar më tepër në logjik, duke vepruar dhe duke përdorur logjikën, mençurinë tuaj për të ecur para. Dhe përfundimi në lidhje me këtë hënë të re, erdhi një energji fantastike. Atëherë ju shoh jeni të çliruar, çliroheni nga situata që ju kanë vështirësuar. Në lidhje me dashurinë shoh një person që ka shumë emocione, por është një person që ri pak në mënyrë të fshehtë. Akoma ndoshta ky person nuk është gati të vi tek ju. Shoh që është një person që pret që ndoshta dhe ju të shkoni te ky person. Dhe shoh që gjithçka lulëzon, do keni, nuk e di, është mbi një dashuri shumë e bukur, një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, një person i ngrohtë, një person, kemi energjitë shenjave të ujit në të dyja këto letra dhe energjitë shenjave të ajrit te letra e fundit. Çlirim shpirtëror, lajme të mira, ju jeni gati të bëni fillime të reja, një dashuri vjen drejt jush, një person me shumë emocione dëshiron të ju dhuroj këtë kup dhe ju do t'i lini mbrapa çfarë do lloj vështirësie, sfida, vështirësi që keni kaluar në lidhje me dashurinë, dhe ju do gjeni forcën në lidhje me një njohje të re. Në rastin tjetër, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni kaluar, dhe këto mund t'i merrni nga më të ndryshmet, gjithsecili i di vetë situatat, kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën, anën ekonomike, në lidhje me studimet, sepse jemi këtu te energjia e ajrit, dhe këtu jemi te energjia e forcës, shenja e luanit, më falni se tha shenjat e ajrit. Dhe ju do gjeni forcën duke dalë nga këto vështirësi që keni kaluar për të ecur përpara në lidhje me një dashuri të re, në lidhje me një punë të re, sepse do keni oferta, por edhe në lidhje me çfarë lloj situate që mund të keni. Mund të keni lidhje edhe me çështje dhe situata ligjore të ndryshme, sepse e shohim shumë fort gjëra që ju nuk i keni dhënë zgjidhje. Ka ardhur momenti të jepni fund, të çliroheni. Shoh që do ndryshoni këndvështrim, mbasi të çliroheni nga këto situata, ju shoh që mund të jeni në udhëtime, në lëvizje, dhe shoh që keni marrë eksperjenca dhe jeni duke menduar më me logjik, më me mençuri në lidhje me veprimet, lëvizjet që do bëni, udhëtimet të ndryshme që ju do bëni, ose në lidhje me çështje që ju i jepni zgjidhje, sepse ka lidhje me institucione shtetërore kjo, ose me studime të ndryshme që keni. Dhe unë shoh që ju do t'i lini mbrapa gjitha këto situata dhe do gjeni forcën për të ecur përpara, për të çliruar
nga situatat që keni kaluar nga ana psikologjike, ndoshta për një kohë shumë të gjatë, sepse e shoh që kanë vazhduar një periudhë shumë të gjatë. Dhe përfundimi, atëre, shoh kemi energjinë e shenjës së Briciapit, kemi planet Saturnin këtu, shoh që mund të keni të pas të bëni dhe me njerëz toksik, me situata toksike, ose me njerëz që mund të keni pas vështirësi në punë, në një ambient familjar ose në rastin tjetër nga ana ekonomike vështirësi, por gjithsesi Saturni vjen më tepër për të organizuar, për ju keni marrë mësime nga çështjet dhe situata, nga vështirësi që keni kaluar, nga tensione dhe stres që keni kaluar. Dhe kjo tregon që ka ardhur momenti që ju të organizoni jetën tuaj dhe të çoni gjërat para, të gjeni forcën dhe energjinë e nevojshme dhe do ta gjeni sepse kjo hën e re ju jep forcë, ju jep energji për të ecur përpara dhe për të bërë ndryshimet e nevojshme që ju dëshironi të bëni gjatë kësaj hëne të re. Atëherë do marr dhe një mesazh nga ëngjëjt dhe do shohim se çfarë mesazhi ju jap. Atëherë, kemi mesazhin, kemi energji toke këtu dhe ju thot mos keni frikë, thot, nga ndryshimet që do vinë në jetën tuaj, nga një fillim i ri që ju do bëni, sepse këto ndryshime, doni s'doni ju do bëhen. Në qoftë se ju nuk i bëni ndryshimet që vinë, atëherë ju do vazhdoni në të njëjtat situata që keni qenë më përpara. Dhe mos keni frikë që të hidhni hapa para. Kërkoni dhe ndihmë edhe te persona të tjerë, thot. Është një periudhë ku ju mund të keni ndjerë, edhe sepse jemi këtu në tarotin, kjo tregon mungesë, mund të keni pas mungesë dashurie, mund të keni pasur mungesë ekonomike, mund të keni pasur probleme në lidhje me lodhje, një lodhje madhe fizike, për pjesën tjetër ju mungon një person, për disa tjerë mund të keni mungesa të ndryshme që ju mund të keni pas në jetën tuaj, ose edhe në lidhje me anën shëndetësore, sepse kjo tregon të gjitha këto situatat vështira kanë bërë për një pjesë për jush që edhe fizikisht mos të ndiheni mirë. Por mos keni frikë, thot, mos keni frikë që të ecni përpara, të lini mbrapa të gjitha këto mungesa dhe vështirësi që keni kaluar dhe të bëni ndryshimet e nevojshme me këtë hënë të re, sepse është një hënë tham shumë pozitive. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj që këtë video ta ndiqni sepse efektet e kësaj hëne të re janë shumë pozitive që nuk do përsëriten në hënat e tjera të reja dhe të plota. Shfrytëzoni këtë moment dhe efektet janë deri në mesin e muajit korrik. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbazitje sa më të këndshme, një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju.